Përshëndetje shpirtë në evolucion nga Paralia këtu në Selanik. Dhe thash t'ju bëj një video javë të mbarë për të gjithë dhe mos harro që jeta është e bukur dhe lejohet veten ta gëzosh. Por shumë herë gëzimi nuk e lejojmë dhe nuk e kuptojmë fare sepse qelizat tona mbajnë atë dhimbje. Dhe dhimbje nuk është e tona, por është të paktën 14 brezave nga mbrapa, pavarësisht se dje mësova dhe një gjë të re nga një master që kam bërë. Janë 20 breza nga mbrapa paraardhës që neve na ndikojnë. Kjo si na ndikon? Në gjakun tonë, në ADN-n tonë, me thatë, këto do t'i diskutojmë. Në 1 tetor, dita e mërkur, në orën 8 në darkë me orën e Shqipërisë. Prandaj nëse do të marrësh pjesë dhe të shikosh çfarë është ajo që të bllokon jetën tënde, mos qëndro në të njëjtën vend dhe të qahesh në vend të mbrot, mos bësh diçka dhe e di pse nuk bën, nuk të kritikoj këtu asnjëherë, sepse jeni pjesa ime, jemi një, edhe unë kam qëndruar në vend numëro për shumë kohë, ja isha lidhur me të kaluarën dhe thosha se ku prisni një dorë tjetër të më ndihmonte, pasnjë nuk mund të ndihmoje, veç se ti të do ndihmosh veten tënde. Prandaj, hapi parë është që ti të marrësh vendim, të vish në datën 1 në platformën Zoom, nëse e ke okay, nëse s'ke zbrite, ec në të njëjtën kohë se kam një takim dhe duhet të arrij. Dhe hajde me një gjë të vogël ose të madhe ta diskutojmë së bashku dhe të shikojmë programet 21 ditore të Akademisë të Dritës, cila është e përshtatshme për ty, dhe atë ditë të gjithë bashkë do punojmë një terapi falas për atë që do ketë më tepër nevojë grupi, kush të ketë vota më shumë. Prandaj shpërndajeni këtë video dhe në njerëz të tjerë, dhe në Facebook e në Instagram çfarë keni ju, dhe le të kërkojnë të hyjnë në grupin WhatsApp me numrin 0030 699 321 46 37. Kaq për sot. Ju pres që të regjistroj dhe të merrni lingun. Ju faleminderit. Bëni regjistrimin dhe më ndiqni këtu në TikTok dhe në YouTube. Shpërndajni video dhe në njerëz të tjerë, sepse jemi një dhe kur ndihmojmë të tjerët, kemi ndihmuar dhe veten. Ju përshëndes dhe të kemi një javë të mbarë. Mbaro dhe ky muaj që ishte pak i vështirë, nga ana energjetike, por gjithçka bëhet për një gjë që ne duhet të shkundemi, si të thuash, nga dhimbja, nga mjerimi, nga të gjitha. Për të mirën tonë bëhen të gjitha, që ne t'i shikojmë. Ju përshëndes.